Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një gur të mirëfillt kilometrik për diplomacinë ekonomike të shtetit ton, bëhet fjalë për marrëveshjen e shumë pritur të pensioneve me shtetin fqinj me Italinë. Për këtë kemi nderin të kemi sot në studio zonjën Irena Xhani, eksperte për pensionet, drejtuese INAK, Instituti Kombëtar i Asistencës së Qytetarit i akredituar nga Ministria Italiane e Punës. Zonja Xhani, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat për këtë intervistë. Ju falenderojmë juve dhe mirë se u gjeta. Zonja Xhani, a mendoni se marrëveshja për njohjen reciproke të sigurimeve shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë është ndoshta arritja më e madhe ekonomike në planin diplomatik e shtetit shqiptar që nga themelimi i tij 123 vite më parë? Po, me siguri që po, duke konsideruar numrin e madh të bashkëdetarëve tanë, edhe raportin që kanë dy shtetet fqinj, është absolutisht një arritje pa diskutim. Për këtë vit, sipas të dhënave që na vijnë nga autoritetet italiane, do të trajtohen të gjithë ato emigrantë tanë që u ka lindur e drejta për të përfituar pension sipas kësaj marrëveshje për vitin 2024, por edhe për këtë vit 2025. Janë kompleksivisht mbi 8.150 pensione, cilët përfitojnë dhe ju si ndihmoni ata? Atëherë, të gjithë ata që kanë jetuar dhe punuar në mënyrë të ligjshme në të dy shtetet, si në Shqipëri dhe në Itali, dhe deri tani kanë qenë nuk hynin as te njëra, as te e drejta e pensionit në Shqipëri dhe as tek ajo e drejta e pensionit në Itali, për efekt të pragut, që është 15 vjet minimumi në Shqipëri dhe 20 vjet minimumi i kontributeve në Itali. Të gjithë këta persona pa diskutim që janë subjekt të përfitimit nga kjo marrëveshje. Objekti përfitimit nga marrëveshje. Po, patjetër. Përmes këtyre, gjykoni që ka edhe emigrantë që ndërkohë mund të jenë larguar nga shteti italian dhe punojnë ose në atë dhe janë kthyer apo në një vend tjetër si Gjermania e vende të tjera? Po, kjo është e sigurt. Një numër i madh bashkëdetar janë kthyer që nga kriza, që kur filloi kriza në 2006, një numër i madh biles kur kemi hapur patronatin ton, nëse më lejoni të hap të parë, kemi bërë një studim dhe na rezultonte që ishin kthyer 136.000, të cilët nuk kanë pasur mundësinë që të rekuperonin ato vite pune që kishin kryer në Itali. Këta persona tani sigurisht jo të 136.000, por të gjithë ata që mbushin kushtet, do të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Ju folët për kushte, në gjykimin tuaj cilat do të jenë dokumentet kryesore ose kushtet kryesore që emigrantët tanë në Itali, ose që edhe ju e thatë dhe përmendët me të drejtë kanë punuar me kontrata të rregullat atje, por nuk janë për momentin, duhet të dinë për këtë marrëveshje dhe faktin që ai përfshin ajo ato? Dokumentat kryesore janë ekstrakti kontributiv që përfshin të gjitha vitet e punës që merret nga INPS dhe ne kemi shumë të thjeshta marrim sepse kemi kredencialet e cilat na janë vënë në dispozicion nga Instituti Italian i Sigurimeve Shoqërore. Okej, dhe duhet dhe vjetërsia e punës në Shqipëri. Dhe të gjithë ata që kanë dalë në pension, sepse është dhe një kompleks që shumë pensionistë kanë një konfuzion, mbasi marrin informacione të ndryshme, mendojnë se kanë dalë në pension në Shqipëri dhe nuk mund t'i përfitojnë ato vite. Unë do të thosha që dhe këta persona janë të përfshirë në marrëveshje, sepse në mënyrë figurative, vitet që kanë punuar në Shqipëri dhe pse janë në pension, do t'ju njihen për të bërë të mundur që të arrijnë atë pragun e parashikuar me ligj nga Italia. Në marrëveshje thuhet se bashkohen pensionet, pra për kote ndryshme të kontributeve shoqërore, edhe ju e thatë, në Itali, në Shqipëri apo në vende të tjera. Është e vërtetë kjo? Po, është e vërtetë. Dhe Shqipëria dhe Italia kanë pasur dhe kanë marrëveshje dhe me shtetet të tjera, dhe le të marrim një shembull, në qoftë se një bashkëdetar jon ka punuar një periudhë në Itali, pastaj është së postuar në Gjermani ose në një shtet tjetër që ka marrëveshje me shtetin ton ose me Italinë, bëhet e mundur të bashkohet e gjithë vjetërsia e punës. Itali, Shqipëri, Gjermani dhe kudo që ka punuar. Në marrëveshje po ashtu nuk futen vetëm pensionet e pleqërisë, por edhe përfitime nga periudha sëmundje që mund të kenë kaluar emigrantët, nga papunësia që mund të kenë patur një periudhë kohe, nga lejlindja, kur janë grashtat zëna, e kështu me radhë. Në gjykimin tuaj, është një marrëveshje e plotë?
Absolutisht po, është gjithë përfshirëse dhe është mirë studiuar. Të gjitha të drejtat që garanton të ligji në Itali, ja u garanton duke njojtur edhe vjetërsinë në Shqipëri. Në gjykimin tuaj, si e parashikoni ecurinë e realizimit të marrëveshjes për pensionet me Italinë? Ajo fillon më datën konkretisht, pra fillojnë të livrohen pensionet e para më datën 1 korrik të këtij viti dhe pastaj vijon, kuptohet, e pa kufizuar në kohë. Sigurisht do të kemi edhe vështirësi, mbasi rastet janë të ndryshme, shpesh sado e mirë studiuar të jetë marrëveshja dhe sado, sepse këte perceptojmë dhe shohim që është vullneti i mirë nga të dy palët, por janë rastet vështira, mbasi neve kemi filluar që kur është aprovuar me fjalë marrëveshja dhe derisa të hymë fuqi në 1 qershor, non-stop në telefon, nga të gjitha anët na marrin në telefon dhe na kërkojnë shpjegime, na kërkojnë vitet, kur kanë qenë të mitur, që nuk i kanë, nuk i gjejnë, edhe në ekstraktin që marrin në ISSH nuk ju rezultojnë, ose na kërkojnë periudha të punës të pambyllura. Unë do të thosha, dhe këtë e kam ngritur dhe në intervistat të tjera, që të interesohen, mos ta lënë për sekondin e fundit, mbasi ne nuk kemi një arkiv, sidomos në vitet më përpara me fjalë 90-s, janë vite pak të vjetra, duhet absolutisht që të interesohen në ISSH, në qytetet ku janë resident, që të marrin gjithë vjetërsinë. Pyetja e fundit për këtë intervistë bisedë tonë sot, zonja Xhani, sipas llogaritjeve të vetë Ministrisë së Punës së Shtetit Italian, janë mbi 465 milion euro, pra gati gjysmë miliardi euro për të shpërndarë për vitet 2024, me qenë se fillon për atëherë për llogaritja, deri në 2029. Ndërkohë në vitet 2030, 2031 dhe 2032 janë përcaktuar fondet dhe numri përfituesve, po ata shtojnë ndjeshëm më shumë. Në gjykimin tuaj pse? Po sepse atëre, e para fillojnë nga mosha, është e lidhur dhe me moshën. Dhe mbas 2032-shit parashikohet që këto numra të vinë duke zbritur. Dhe deri atëherë të jetë piku që i përfshin të gjithë ata që kanë ikur në një moshë mesatare, me le të themi, edhe kanë vite dhe andej dhe këtej, pastaj duke ecur gradualisht, vjen koha e brezit të ri që është resident totalisht në një shtet. Sigurisht kjo është e vlefshme si marrëveshje edhe mbas 2032. Nëse e pranoni edhe si një gjysmë pyetje të fundit, duke qenë se sa mirë po na ecën, edhe pse ju e përmendët u deshën kohë që të vinim te kjo marrëveshje, por me vullnetin e mirë që edhe juve e theksuat të dyja palëve, duket që marrëveshja do të eci relativisht mirë. A mund të jetë një augur i mirë edhe për marrëveshjen me shtetin tjetër fqinj, Greqinë, me cilën edhe neve kemi një situatë me shumë emigrantë? Është ajo që uroj, sepse mundësit nuk mund t'i parashikoj, edhe pse marrëdhëniet midis dy shtetesh, me Italinë ne kemi një marrëdhënie mjaft të mirë dhe me Greqinë do ta shifja një çik më të vështirë, por megjithatë unë doja të thosha dhe këtë e çoj si një mesazh shpresdhënës për bashkëdhetarët tanë, edhe në këtë marrëveshje, edhe pse Italia është një shtet i të drejtave, edhe pse vullneti i mirë dhe marrëdhëniet e mira, një rol të madh ka luajtur edhe shoqëria civile, shoqatat, qytetarët duhet të mësojnë të kërkojnë të drejtat e tyre në mënyrë civile, në mënyrë paqësore, por pos kërkove nuk t'i jepet gjë. Zonja Xhani, ju falenderoj për këtë intervistë të sot. Ju falenderojmë juve për këtë hapësirë që jepni, që është shumë e rëndësishme për bashkëdhetarët tanë. Të nderuar miq, ju falenderoj që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.